Allahu Akbar. Loca ka pas xhami qysh prej viteve 1973-1978. Kena realizu brenda një viti, domethënë, është projekt shumë i suksesshëm. E mirë se erdhe Ramazan, ti e gëzon çdo musliman. Edhe pak qaste në ndojnë nga hapja zyrtare e kësaj xhamisë së fshatit Bllaz të komunës së Suarekës, e cila po hapet tashmë në prag të muajit të bekuar, muajit Ramazan. Xhamia vjetër ka qenë shumë e dëmtuar, e demoluar, ka pas nevojë për ndërtim të xhamisë së re sepse nuk ka planuar rinovim xhamia vjetër, dhe bashkërisht me bashkëtarët dhe me shoqatën Amaneti, Fondacionin Amaneti me Blerim Arifin kemi arritur të sigurojmë një fondacion për shtetit Kuvajtit, të cilët na kanë mundsuar të fillojmë ndërtimin e xhamisë së re. Dhe sot jemi pranë hapjes së xhamisë së re, e cila është bashkërisht me bashkëtarët, të cilët na kanë përkrahur çdo moment dhe çdo aktivitet. Infrastruktura e xhamisë është ndërtimi, rregullimi i oborrit, ndërtimi i objekteve përcjellëse të xhamisë, siç është abdeshane, banjot dhe morgu ose kapella, siç i themi ne. Kvadraturë 260 metra katror, e cila mund të pranojë deri në 500 besimtar për faljen e namazit. Arsyeja pse jemi ngutur ta hapim xhaminë këtë ditë është sepse jemi në prag të muajit të bekuar të Ramazanit, edhe ka qenë entuziazmi i besimtarëve dhe bashkëshortarëve që të mos jemi në muajin e Ramazanit pa xhami, që muaji i Ramazanit na xhami me xhami hapur, pasi që ishte vetëm e kompletuar xhamia. Edhe për këtë arsye kemi hapur edhe xhaminë këtë ditë që të jemi të gati për muajin e bekuar të Ramazanit. Unë jam arkitekti i kësaj xhamie që përrurum sot për arkitekturë, është një vepër unike, është një konstruksion interesant, e gjitha është edhe muret prej betonit të armum, ka një bazë deri të këndshme, me një kupull domethënë pa shtylla, kena realizu brenda një viti domethënë, është projekt shumë i suksesshëm dhe është e veçantë dhe karakteristike.